Kosova është katandisur, pra bëhet fjalë për legjislatura shumë të dobta dhe secila legjislaturë del me pastaj, pra u dha mundësi të ketë keqpërdorime. Për mua është një zinxhir më i thellë këtu që do duhet të hetohej. Nëse nuk do të kryej punë prokuroria t'ia merr ndonjë deputeti i cili ka mujt ta keqpërdor votën qytetare, unë nuk pres dhe nuk besoj as pak në moralin e kësaj legjislature, dorën zemër as të shumicës e as të opozitës, sepse Kosova është katandisur, pra bëhet fjalë për legjislatura shumë të dobta dhe secila legjislaturë del më e dobët se sa tjetra. Kemi njerëz që kanë probleme, po them, fundamentale që nga ndoshta edhe shkrimblëcimi e deri tek njerëz të cilët mund të jenë edhe konsumues të substancave narkotike, sepse kështu kemi pasur edhe në legjislaturën e kaluar dhe kjo legjislaturë është sërish zgjedhur. Pra, nëse ne kërkojmë një përgjegjësi morale, këtë s'do ta gjejmë asnjëherë, sepse unë nuk shoh të ketë ndonjë moral politik në këtë kastë politike. Dhe kur them këtë kastë politike, e përsëris pa përjashtime edhe të shumicës edhe të opozitës.